Trumpi do ja heqë non gratën Sali Berishës? Pse Trumpi qarë, po Trumpi ka Kështu mendojnë njerëzit e kanë lidhur lirimin nga arresti i shtëpisë Sali Berishës me fitoren e Trump në Amerikë. Si qëndron e vërteta? Ligji nuk është kjo, ai doli ligjërisht. Ç'ku ka me Trumpin? Saliu nuk ka qenë i arrestuar. Po nuk pranoi, do flasim juridikisht, si procedurë penale. Po. Nuk pranoi të shkonte në pyetjet e etosisë. S'dua të vitha. Mirë po, prokurori e ka domosdoshmëri kur një i pandehur, i akuzuar, që është në gjendje të lirë, nuk vjen në pyetjet që do t'i bëj akuzat, domethënë prokuroria, arrestohet. Është taksative në ligj. Nuk kanë marrë Saliun me dhunë. Kështu dua unë të arrestoj. Ja, Saliu ishte i lirë, nuk pranoi të shkonte në etosi, kjo është histori, kjo është e vërteta. Ata arrestuan. Mbaroi etosia, të nesër e liruan. Dhe prapë do respektuan ligjin. Kjo është. Kjo është. Për tjerë janë kot fantazi.